Gjithashtu, më thënë, njeriu kur lexon, përveç asaj se ka nevojë, më thënë, për të kuptuar, për të mësuar përmendsh, pra për të memorizuar disa gjëra, ai ka nevojë që të gjitha shqisat e tij ose të gjitha organet e tij të cilat aktivizohen për të lexuar, siç është për shembull syri që shikon, artikulimi i fjalëve nëpërmjet, më thënë, aparatit të folurit. Të gjitha këto ai e vëren, më thënë, se ka nevojë për të qëndruar dhe për të vazhduar funksionimi i këtyre begative me të cilat Allahu subhanahu wa taala ka begatuar. Përndryshe nuk do të kishte mundësi që të vazhdoj dhe të lexoj. Pra, në të gjitha aspektet, më thënë, duhet ta kuptojmë se kemi nevojë për të kërkuar ndihmën e Allahut subhanahu wa taala kur lexojmë. Pra, fillojmë me emër të Allahut, kërkojmë ndihmën e Zotit, dhe kjo nuk është, më thënë, kjo është diçka që vetvetiu nuk kuptohet, nuk është diçka që duhet ta themi ne, kërkoj ndihmën e Allahut për të lexuar. Ti mund të bësh lutje normalisht, mirë po t'jesh i bindur dhe t'jesh i vetëdijshëm se, më thënë, ke nevojë për përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala dhe ke nevojë për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala për të zgjidhur problematikat e ndryshme, për të kuptuar për shembull fjalitë të ndryshme, për të kuptuar tekste të ndryshme, të cilat ti duhet ti lexosh.